Okej, kam një koleg që po na ndjek edhe gazetar edhe emri i tij është Lori Karif, ai nga televizioni publik, ka qenë duke na ndjekur sidomos në ato momentet e ngritjes zërit edhe momenteve kur Blerim Gashi për pak sa u qua nga studio. Edhe më thotë për t'i zbutur gjakrat, kam realizuar një video me AI, pra me inteligencë artificiale, se si qetësohen gjakrat në Politico. Shipe nëse mundesh atë videon e fundit, që ta nisa, ta kemi edhe ta shohim se këtë se ka parë as Mefi, nuk e ka parë as Halili, as Blerimi, as Artoni. Nëse është e mundur. Shie këto, shie. Mef, shie. Qak dashnije. Kështu është momenti që gjitha duhet bëhe. Kjo dhe fjellë për të rritun që... Përshëndet e Lërihën, një... E përshëndesim në gjithë, këtu drejt për drejti, po edhe kjo duar trokitja edhe kjo duar trokitja e Blerimit që ka monumentale. Kjo dhe për shduka, këtë? Demosën e hekën. Demosën. Aterojtika. Nëse kjo, nuk do të që nuk mund bëhet në një realitet, apo? Ama Demosaj nuk u përgjigj. A do t'jetë zoti Demosaj kandidat? Koleg me ty mëre? Po mirë dhe, une... Demosaj, me dhe koleg. Po mirë dhe, une me graci... Ju halojni atë mirës, është morë kandidat. Me dhe pak, se... Tjeni zë të avizu. Kam kod dhe djelen me menu. A ke ofert? Po sigurisht. Po, Veç mos del si Burim Ramadoni sekretari i prurje, se ti veç je atë adën. Ma dhe se...